Ligji për sigurimin shëndetësor të detyrueshëm është aprovuar në Parlamentin e Kosovës, çka është mirëpritur tej mase, mirëpo ani pse është miratuar, ende nuk ka filluar zbatimi i të njëjtit. Doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, epidemiologe, e ftuar në MedPlus, u shpreh se pritet që brenda 5 viteve ligji të funksionalizohet në tërësi. Fatmirësisht, këtë herën e kaluar ne patëm miratu po ashtu ligjin për sigurim shëndetësor, po shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe u rikthy në pikën 0 për shkak se nuk janë plotësu afatet kushtetuese në lexim të parë, dytë, tretë, edhe pse në kuptimin që ligji ka qenë nuk është një ligj i panjohur, që në ligj u punu me vite dhe kanë pas nevojë të korrigjohen pjesa për me qenë i zbatueshëm. Pra ligji ka qenë, po jo i zbatueshëm. Tani ligji fatmirësisht deri tash nuk kam dëgjuar që ka pas diçka vretje që është ku diku në gjykatë ose diçka, dhe ligji është miratu. Mbetet zbatimi. Në fakt është parapo që në brenda 5 viteve ky të funksionalizohet në tërësi me faza. Doktoresha Mulhaxha Kollçaku shpreh se nuk ka mundësi që pa ndarë një shumë nga paga të ketë një sigurim të mirëfillt shëndetësor, duke vënë në theks edhe keqpërdorimet e kompanive private. Nuk mundesh ti pa ndani shumë të konsiderueshme nga paga, ta kesh një sigurim shëndetësor të mirëfillt ashtu siç ti mendon. Pastaj kemi pas shumë keqpërdorime nga sigurimet private. Shiqani, sigurimet private, kur kanë marrë kompani të mëdha, deri diku edhe ju kanë garantuar disa shërbime. Individualisht, ata kanë abuzuar shumë me sigurime shëndetësore private. Sepse në rastin kur dikush osmum, ata kur i ka përfundu viti sigurus, nuk ja kanë vazhdu sigurimin. Se i kanë pas kontratat 1 vjeçare dhe thjesht kanë abuzuar. Unë e kom ngrit këtë problem shumë gjatë. Pikrisht se s'ka pas konkurrencë. Tash, me ligjin për sigurim, kur fillon mirëfillt mu zbatuese, na nuk mundemi me njerë me ndërprej, edhe ta themi prej sodit ti duhesh me vazhdu me sistemin që shki qenë deri tash. Dhe gradualisht ti u mbush fondi, ti u shtuhet buxheti ka me shku konform sa rritet fondi publik. Dhe gradualisht kalon prej një lloj gjithmonë ty vazhdu shtetit me mbështet. Gjendja sidomos me barna është drejt përmirësimit, mirë po duhet të fokusohemi në zbatim të këtij ligji e jo vetëm, u shpreh epidemiologja Kollçaku. Ne tash krejt duhet fokusohemi në zbatimin e ligjit. Që edhe qytetari se thash se publiku do të arrit presionin, sepse atër do t'i kërkoj për atë pako, që do t'i ofroj ta ketë garantume. Qoftë listën esenciale të barnave. Mirë po edhe këto mungesa që i përmendet, shiqoni, unë mendoj që gjendja është përmirësuar sa i përket furnizimeve, sepse na i kemi vizitu institucion. Unë i kom lut edhe i kom inkuraju ta tregojnë të vërtetën në secilën vizitë që kemi bërë. E sidomos për shembull në onkologji. Shiqo tash, unë e them, unë jam shumë interesuar që të kemi sa më shumë barna të shtrejta sigurime nga shteti, ndonjëherë ndashta një aspirin ose diçka ndashta na mundemi me ble. Po një terapi që është për smundje që janë malinje, është shumë vështirë me siguru. Dhe unë gjithnjë kam thënë të jam betejën e kam bërë që sa më shumë ne të sigurojmë terapi të shtrejtë, cilën asnjëri nuk ka mundësi me siguru. Tutje doktoresha Mulhaxha Kollçaku është shprehur se duhet të jetë një fond i dedikuar në mënyrë që zbatimi i këtij ligji të jetë sa më i lehtë. Që gjatë gjithë këtij mandati unë asnjë